Një histori shqiptare që shkon në Oscar. Vetëm shale gojen. Rrëfimi i sinqert, i bazuar në një ngjarje të vërtet, e konceptuar thjesht si në skenar, po ashtu edhe në regji, filmi me metrazh të shkurtër Shok mbart një peshë të madhe të përjetimeve të vet producentit. Më kujtua ajo ditë kur ka ndodhur vërtet se e kisha parasysh ose e shihja sikur film se çam kishte ndodhur, edhe e dija se sa i fuqishëm ishte në ato momente ai polic që ka rraf një fëmijë 14 vjeçar të pamburojtur dhe të pafuqishëm. Kështu që po besoj dhe po shpresoj që kam realizuar punën mas miri. Nuk duhet të harrojmë luftën, nuk duhet të harrojmë të kaluarën asnjëherë, po nuk duhet të ngelim në të kaluarën. Me regji të Xhemi Donog, ky produksion është një bashkëpunim mes Qendrës Kinematografike të Kosovës dhe Britanisë. Sipas Donog, filmi është tërësisht shqiptar, që nga historia e deri tek gjua apo aktorët, që jo pak të vështirë kanë pasur të vishen edhe si ushtar serb. Kjo është tërësisht një ngjarje shqiptare. Filmi është në Shqip, ngjarja është në trojet shqiptare, aktorët po ashtu janë shqiptar. Përpara se ta rrëfenin të tjerët producenti shqiptar kërkoi ta rrëfej vetë. Është ndërtuar thjesht si koncept regjizorial. Vetëm regjizori është britanik. Uroj që ky film t'ju sjell një trofe. Ne do të shkojmë në Oscar për një trofe dhe shpresoj që ai të mbërrijë në Shqipëri. Pas përgjigjes negative për anëtarësimin e Kosovës në UNESCO, duket se ky film është artistikisht edhe një goditje për Serbinë. E shef Durmishi për te shkrimeve mjaft pozitive në mediat e huaja, dëshiron t'u përgjigjet mediave serbe. Mediat serbe kanë bombarduar me tituj të ndryshëm që kanë mundu t'i prishin imazhin këtij filmit edhe Kosovës, dhe titujt e atyre kanë qenë se Kosova ose diaspora, mafia shqiptare ka paguar para shumë të mëdha që një film për propagandë ta çojnë në Oscar. Ku do thotë ky film nuk është absolutisht propagandues, as nuk bën asnjë propagandë, po është ngjarje të vërteta që i kemi përjetuar vetë dhe personalisht i kam përjetuar. Shok mbërriti për herë të parë në Tiranë gjatë festivalit të filmit 4 muaj më parë, ndërsa mbrëm pas premierës së tij në të gjithë botën, është pritur edhe në kryeministri nga vetë kreu i qeverisë. Rama i ka uruar këtij produksioni një trofe. Shok është vlerësuar deri më tani me 16 çmime në të gjithë botën, shumica prej të cilëve vijnë nga festivalet të kategorisë A.